Kemi një deadline dhe një të paktën një qëndrim të zotit Rama të kryeministit, i cili drejtonte majorancën socialiste, i cili thoshte që vetëm Partia Socialiste mund ta dërgojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në 2030 dhe çdo rotacion politik mund ta pengojë. Ajo që kuptoj unë këtu është që në Shqipëri të gjithë qytetarët e kanë dhënë pra mbështetjen e tyre për krahjen e tyre për rrugtimin e Shqipërisë dhe antarësimin e saj në BE, pra një mbështetje e gjerë, dhe kjo është një gjë që shqiptarët duan ta arrijnë, antarësimin në BE, dhe për këtë duhen reforma të vështira që kërkojnë mbështetjen e të gjithëve në shoqëri, sepse ky është objektivi përfundimtar, pra jo vetëm thjesht reformat, po dhe zbatimi i tyre që kërkon mbështetjen e plot të partive politike. Tani unë nuk di çfarë prisni ju kur pyesni Bashkimin Evropian lidhur me çfarë ndodh këtu në aspektin elektoral. Përgjigja është e vetmja dhe e ditur botërisht. Bashkimi Evropian nuk vendos kush fiton dhe kush humbet zgjedhjen në Shqipëri dhe as nuk lidh politikën e vet me kush zgjidhet në Shqipëri.